personalisht mendoj që Prishtina e re duhet me ndërtu një identitet vetë, një konsistencë në një Prishtina e re, do të thonë që na Prishtina e re nuk ka të bëjë kurrë me rivalizu Prishtinën. Absolutisht jo. Do të thonë ideja e emrit Prishtina e re ka të bëjë me pjesën në qytetit të ri që po ndërtohet. Tregu plot herë çështën e emrit edhe çështja e emrit sa më edhe një herë. A do t'i ndrohet ajo? Jo. Nuk do t'i ndrohet. Jo, sepse na jena të sigurt që jemi në rregull me bazën ligjore. Prishtina e re. Po, do të thonë e para ai ka 3 shkronja dallim, nëse marrim edhe KFFC janë 5 shkronja dallim, do të thonë neve nuk na kanë pranuar për KMFC, u dashur me KF për shkak të Prishtinës, po nuk është temë që kisha dashur të më ishim diskutim në aspektin ligjor, sepse as nuk kemi jurist, por me këshilltar ligjor të klubit që i kemi, do të thonë e kemi diskutuar dhe na jemi në rregull me këtë pjesë, dhe absolutisht nuk. Pra, sezonin e ri në Superligën muaj ngusht, Prishtina e re me të njëjtin emër. Po duk kështu me sqaruar edhe një herë, masive që edhe është drejtori i Prishtinës, e di që për takimin se me që kemi folur edhe me drejtorin. Do të thonë na kur takim frydhënës. Po, se na kemi raporte. Takim jo formal. Na kemi raporte shumë mira me drejtorin sportiv, kam raport shkëlqyeshëm shkëmbim. Me Prishtinën e vjetër. Po që është i vje me thonë, fakt. Si kena me pas problemë në studio me ditë mi nda, Prishtina re, Prishtina vjetër. Jo, po ta kalzoj një rast, kanë duhet, na kanë ro fondet UEFA-s, ishtë në futsal, një Prishtina 0-1, dhe ju ka dollë sistema të Prishtina dhe na dulën pare dhe neve. Futsalit? Po të futsalit. I morët jo? Po se nuk është e zakonshme, në që, kjo e njëtë, si me qenë Drenica e re, ose Balkani i ri, ose realisht nuk do të mi përnëzot pak në temë ose në 70%. Unë personalisht mendoj që Prishtina e re duhet me ndërtu një identitet vetë, një konsistencë në një Prishtina e re, po raun e prej Hajvali se kanë bo Prishtina e re, identitet ri, vetin. Vetin. Adim se s'ka kuptim nëse thojna Drenica e re dhe Drenica e vjetër, ose ka kuptim Prishtina e re, sepse e kom spjegu plot herë. Do të thonë që na Prishtina e re nuk ka të bëjë kurrë me rivalizu Prishtinën. Absolutisht jo. Do të thonë ideja e emrit Prishtina e re ka të bëjë me pjesën në qytetit të ri që po ndërtohet, e që quhet Prishtina e re. Do të thonë që përfshin Hajvalin, pjesën e Veternikut, edhe komplet atë pjesë. Po. I të thonë po ndërtohet. Po ndërtohet. Mos harron aspekt juridik, dallojnë gjëna e ndërtuara po ndërtohet. Po s'ka lidhje, Prishtina e re quhet në plan zhvillimor komunal, sepse jam edhe pjesë e bindur që ndrohet emri Morbur, tregona. Jo, s'po do më ndërtohet. Po s'është mirë me jo, po ne veç bona si pyetje, unë tash s'po do më fol, unë jam magjistar e shkencave juridike, nuk më intereson ai punë, suksese kanë bënë kampionat. Pajtona me lecin çdo fjalë që e tha, po ne mendoj që kanë me kom të obligueshëm mondun për fjalë. Ligji për marka tregtore edhe për drejtat intelektuale për cakton. Nëse kanë drejtë, mojnë nëse s'kan drejtë, rrojnë. Suksese kanë bënë punë. Me rëndësi me lut futboll mirë tjera. Ideja është veç po e shpjegoj. Pile të pikpyetje shumë sa më shumë që të shtojmë në drejtorin e Prishtinës. Kjo nuk është diçka. Ase veç të çoj deri në fund. Emri na e kemi lënë edhe është koncept që lidhet shumë me akademinë. Domethënë na kemi plan me ndërtu një tash veç është tu bo stadiumi aty, kemi një plan me ndërtu një akademi që kemi thonë edhe më herët që nuk është po në rajon. Do me thonë fokusi jonë ka me qenë akademia për disa vite. Edhe investimet tona, do me thonë kanë me qenë në akademi, investime këgjatë mdoja.